Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Pasqyra e Shëndetit. Sëmundjet e zemrës shpesh din të aprishin kualitetin e jetës dhe jo pak herë din të përfundojnë në mënyrë tragjike. Por si ta rikthejmë kualitetin e jetës dhe si të trajtojmë sëmundjet e zemrës? Pikërisht në këtë rast, ju vjen në ndihmë Spitali Axhi Badem Sistina, i cili disponon me teknikat më të reja për trajtimin e sëmundjeve të zemrës. Sëmundjet e zemrës e dim që janë shumë, por ne sot do të fokusohemi te sëmundja e arterieve koronare dhe trajtimi i tyre. Për të na folur më shumë për sëmundjet e arterieve koronare, të ftuar në studio kemi doktor Elvis Mustafa pranë Spitalit Axhi Badem Sistina. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se vëgjeta. Doktora, duhet të shqetësohemi çdo herë që kemi shtrëngim apo djegje në krahëror? Shtrëngimi ose djegja në krahëror është simptomi i një ndër sëmundjeve më serioze dhe më të shpeshta në botë. Ajo do të thotë se ndoshta pacienti ka sëmundjen koronare dhe në atë moment kur ai ndjen ato shtrëngimet, ndoshta zemra nuk ka mjaft gjak ose oksigjen. Ka edhe disa shkaktarë tjerë që mund të shkaktojnë atë, mirama, mendoj se nëse ndonjë pacient i ndjen ato simptome, posaçërisht për së herë, duhet më njëherë të shkojë te mjeku më i afërt, të paraqitet, të bëhen investigimet preliminare që duhet bëhet dhe të bëhet triazh se a bëhet fjalë për diçka serioze apo jo. Do me thonë, të janë simptomet cilat janë tregues një gjendjes potencialisht të rëndë. Okej, na tregoni çfarë është sëmundja e arterieve koronare? Spari, arteriet koronare janë arteriet e muskulit të zemrës. Arteriet koronare furnizojnë muskulin e zemrës me gjak. Ato janë dy, nga të cilat njëra ndahet në dy të tjera, komplet janë tre, dhe ato e furnizojnë zemrën me gjak. Fatkeqësisht edhe arteriet koronare, si gjithë arteriet tjera të trupit, ndodhen që të smuhen nga ateroskleroza. Ajo është një sëmundje ngushtimit të arterieve të gjakut. Në murin e arterieve të gjakut formohet plak i cili rritet dhe ngushton atë deri në masë sa që gjaku nuk mund të kalojë në sasi të mjaftueshme në kushte të ndryshme. Do me thonë, nëse shkaktohet nga i aterom një stenoz apo ngushtimi i arterjes koronare deri në 70-80%, ai person ose pacient ndoshta mund të ketë edhe një funksionim normal në kushte normale derisa arrin ose nuk ka aktivitet fizik, mirama. Nëse nga i kërkohet që të vrapoj ose të hyp shkallëve ose diçka tjetër, atëherë nëpër atë ngushtisë nuk mund të kalojë sasi e mjaftueshme e gjakut që ta furnizojë zemrën e cila tani ka nevojë shumë të madhe për oksigjen dhe këto pacientët e ndjejnë si më shpesh shtrëngim të gjoksit, probleme me frymarrjen, dhimbje, djegje që ndonjëherë mund të shkojnë në dorën e djathtë, ndonjëherë në të majtën, ndonjëherë edhe në fyt. Në rast se paraqiten këto simptome, pacienti menjëherë duhet të paraqitet te mjeku. Përndryshe, sëmundjet kardiovaskulare janë ende numër 1 në botë për shkaktimin e sëmundjeve, për morbiditet edhe mortalitet. A janë aq të përhapura edhe në vendin tonë? A shkaktojnë realisht vdekje? Po. Do me thonë, si shkaktari i vdekjes numër 1, ende janë në vendin tonë sëmundjet kardiovaskulare, e si më prominente nga ato është sëmundja e arterieve koronare. Cilat persona janë më të rrezikuar që të vuajnë nga këtë sëmundje? Po ka disa grupe të personave të cilët janë potencial me rizik më të lartë të zhvillimit të kësaj sëmundje. Ato faktorët të rizik më lehtë do t'i kishim ndajtur në dy grupe, në ato që mund të ndikojmë dhe në ato që fatkeqësisht nuk mund të ndikojmë. Do me thonë, në ato që nuk mund të ndikojmë është mosha. Çdo person mbi moshën 40 vjeçare, do me thonë me çdo 10 vjeçar, me çdo dekadë që kalon, i rritet përqindja e rrezikut për smurjen, për paraqitjen e sëmundjes koronare. Atë punë nuk mund ta ndrojmë. Gjithashtu edhe gjinia femërore janë deri në menopauzë të ruajtura nga sëmundja koronare, ashtu që pacientët tonë janë 1/3, 1/4 pacient meshkuj me ata femër, me atë që 10 vjet pas menopauzës, përqindja fillon edhe barazohet, pasi ai efekti i estrogenit që e ka për si suportiv dhe mbrojtës fillon të zhduket. Mirama, është e vërtetuar se te popullata femërore të cilat pinë cigare, kjo
Kjo përqindje më e mirë nivelohet ashtu që te femrat që pinë cigare, shanset për sëmundjen koronare janë gati se të njëjtat te meshkujt që nuk pinë, për shembull. A janë duhanpirësit më të rrezikuar në këtë rast? Si, duhanpirja është një ndër faktorët kryesor, edhe një ndër ato fatmirësisht një ndër ato faktorë në të cilat mund të veprojmë, mund të ndalemi edhe mos timosim normal. Është e vërtetuar se edhe vetëm një cigare në ditë e dyfishon përqindjen e shansit për të paraqitur sëmundje koronare. Nëse keni shans 5%, ajo do bëhet 10%. Duhet vetë njerëzit ta zgjedhin se si do sillen. Patjetër, por cilat janë shkaktarët tjerë në të cilët ne mund t'i ndryshojmë? Shkaktarët në të cilët ne kemi qasje një duhanpirja, 2 shtypja e lartë e gjakut. Pacientët me shtypjet e lartë e gjakut duhet çdo herë të marrin terapi edhe të bëjnë shmos që shtypja të rrihen në nivelin aty ku duhet. Ka tretmane shumë të mira të reja tani, edhe nëse miren ato në kohë, besoj se ka rezultat të mira afatgjatë. Pastaj hiperlipidemit, kolesteroli i lartë në gjak, gjithashtu e rrit disa shumë fish, posaçërisht LDL kolesterolin, e rrit shumë fish rrezikun për paraqitjen e sëmundjeve koronare. Gjithashtu kemi barna që mund ta kontrollojnë deri diku këtë sëmundje, por posa asaj mundet edhe të kujdesemi për dietën, për atë çka ham edhe pim, edhe në atë mënyrë mund ta ulim përqindjen. Gjithashtu diabeti. Diabeti është një ndër, në kohë të fundit është një ndër shkaktarët kryesor të arterjeve të kësaj sëmundje. Posaçërisht diabeti nga ana tjetër është e lidhur me mbipeshën. Këto të dyja shkojnë bashkë gjithmonë, ashtu që kur paraqitet mbipesha, mbas disa vjetëve shanset për të paraqitur diabeti janë shumë më të mëdha. Pastaj prej diabetit vjen deri te lëndimi i arterjeve të tanë trupit, po edhe arterjeve koronare, ashtu që nëse mbam peshën e trupit aty ku duhet, nëse kujdesemi për atë çka ham dhe çka pim, do ta ndalim këtë cikël që në fillim, ashtu që është e vërtetuar se 70% të paraqitjeve e kësaj sëmundje edhe sëmundjeve më të rënda pastaj që vijnë infarkti edhe vdekja tëra mund të zvoglohen deri në 60 deri 70% me atë se si sillemi, çka ham, sa lëvizim. Lëvizja jo aktiviteti është, domethënë, një ndër faktorët një lloj. Tani me modelin e ri të jetës krejt kemi vetura, ashtu që ky pa aktivitet shkakton probleme të shumta organizmit, i cili është formuar për aktivitet e jo për punë me stres në karike. Patjetër. Domethënë të ndryshojmë stilin e jetës me një fjalë për të mbrojtur nga sëmundjet e zemrës. Është interesant se në Afrikë për shembull tani përqindja e sëmundjeve koronare është më e vogël ende. Mirama se pranojnë stilin e jetës perëndimor, si e ndrojnë mënyrën e të ushqyerit, si e ndrojnë mënyrën e të punuarit, si kanë toksine më shumë, edhe aty tani ka filluar të rritet edhe aqe përqindja, ashtu që shohim ajo që na ka ndodhur neve para 50 vjetëve, tani fillon të ndodhe edhe në kontinentet, në vendet e pazhvilluara. Në vendet më të zhvilluara evropiane dhe Amerika ka filluar të zvogëlojnë në vdekshmërinë nga këto sëmundje. Mirama ajo është bërë me investime të shumta financiare. Besoj se në vjetët që vjen do mundim të paraqesim edhe në Maqedoni ashtu rezultate. Ndonjë plan për të mbrojtur nga sëmundjet kardiovaskulare, besoj? Po, unë mendoj se në Maqedoni kardiologjia dhe kardiokirurgjia janë mjaft të zhvilluara, ashtu që pres që analizat në vjetët dhe dekadat e ardhshme të regojnë se vdekshmëria edhe morbiditeti është zvogëluar, mendoj se ashtu do jetë edhe këtu. Okej, pak më herët përmendët moshën, që meshkujt mbi moshën 40 vjeçare kanë predispozit më të lartë për të prekur nga këtë sëmundje. Çfarë të bëjnë ato? Sa herë në vit duhet të paraqiten te mjeku kardiolog për të shmangur sëmundjet e zemrës? Ato pacient, spari nuk e përmendëm këtu edhe faktorin gjenetik. Me thonë, nëse kanë në familjen e ngushtë ndonjë të smur me sëmundje koronare, nuk do të thotë se do smuhen sigurisht. Mirama, faktori gjenetik është një ndër faktorët kryesor, në të cilin me sjellje si që duhet mund të ndikohet, mund të ulet. Mirama, këto pacient duhet më shpesh të shkojnë te mjeku anë, të bëhen analizat që duhen edhe në çdo shenjë të problemit të përcjellen më tej te kardiologu që të bëhen analiza tjera. Pacientët që kanë shenja gjenetike, që kanë në familje të ngushtë të smuar me sëmundje koronare,
te ato paraqitet më herët se te popullata tjera simptome e smundjes. Te ato ka fundi viteve 40-ta veç shohim pacient që duhet të bëhet bypass. Kushtet e tjerët ka fundi viteve 60-ta më shpesh, ose 60-65. Që do me thënë duhet jenë më të rregullt në kontrolla? Më të rregullt në kontrolle dhe më të disciplinuar në mënyrën e jetës, në ushqim, në aktivitet fizik. Aktiviteti fizik është shumë me rëndësi, mbajtje e peshës në nivelin ku duhet. Po. Ju pak më herët na përmendët disa simptome me të cilat shoqërohet sëmundja koronare e zemrës, por a mund ajo të shoqërohet të na vijë edhe pa pasur simptoma, edhe pa mos i pasur këto shtrëngime në gjoks, të vuajmë nga kjo sëmundje? Mund të ndodhë varet ku janë ngushtimet në arteriet koronare, se janë ato të mëdhaja. Mund të ndodhë edhe që ngushtimi mos jetë i arteries koronare edhe aq i madh, mirama vetë plaku të hapet, të qahet, dhe aty të formohet trombozë dhe të formohet infarkt, edhe pa pasur simptome të vërteta, të them. Ashtu që kur numërohen simptomet, është edhe vdekje e papritur të smundjet koronare. Nëse paraqitet një infarkt në arteri mjaft të madhe, e cila nuk ka qenë para asaj shumë e zënë, mirama ka ndodhur çarje e plakut, gjaku është ntrashur, ka bërë tromp, ka zënë arterien, ashtu që ky sistem i koagullimit që përndryshe na shpëton nga gjakderdhja, në këtë rast është shkaktar i vdekjes, edhe shpesh edhe se simptomi parë fatkeqësisht është vdekja në këto raste. Do me thënë mos trajtimi i duhur i sëmundjes së arterieve koronare mund të çojë deri në vdekje ose deri në infarkt. Ajo është sigurt edhe te pacientët të cilët kanë simptome, posaçërisht te pacientët që kanë simptome të shtrëngimit të predikueshëm, stable angina, anginë stabile, do me thënë çdo herë pacientët që e dinë se kur ecin 200 metre fillon të shtrëngoj gjoksi, ajo është një indikator shumë serios që pacienti duhet të shkojnë kardiolog dhe të bëhen investigimet më të tjeshme, shifet sa bëhet fjalë për sëmundjet arterieve koronare. Si të ruhemi atër nga sëmundjet e arterieve koronare, kur të paraqitemi te mjeku? Si që thamë që në fillim, do me thonë, ruajtja nga këto sëmundje fillon nga vetvetja, nga vetë pacienti. Pacienti është mjeku më i mirë i vetvetes. Ruajtja mendohet për ruajtje për dekada, jo për sot ose nesër, të ankohen mënyrën e jetesës duhet të ndrohet, si që thash edhe më herët, aktiviteti fizik 2 deri 3 herë në javët dhe as pak në javët i jep rezultate drastik të ndryshme. Me thënë, mjafton edhe 2 deri 3 herë në javët nga 1, 2, 3 orë, sa mund të bëhet aktivitet, ai ndihmon shumë. Ajo çka ham pas asaj, tani flasim për njerëzit e shëndosh, mirama, edhe njerëzit që veç kanë smundje, marrja e terapisë të rregullt për yndyrnat, marrja e terapisë të rregullt për diabetin, marrja e terapisë të rregullt për shtypjen arteriale, këto janë efektet kruciale që do t'i mundsonin pacientit kualitet të jetës më të mirë në vjetët edhe në dekadat që vjen, edhe kontrollat e rregullta. Ta kapet momenti se kur duhet të bëhet ndonjë intervenim më agresiv, si stenti ose operacioni. Doktor, ju punoni pranë spitalit Haxhibadem Sistina. Si diagnostikoni në qoftë se bëhet fjalë për një sëmundje të arterieve koronare? Zakonisht, pacientët vinë pasi që mjeku familjar i tyre ka parë ndonjë nga këto shenja që janë mjaft serioze, nëse ka parë se pacienti ka edhe rizik faktor shumë, e përcjell pacientin te reparti kardiologjisë në repartin në klinikën tonë. Atje kolegët tonë spari herë, ajo që mund bëhet është një EKG rutine. Mirama, si që thash në fillim, ndonjëherë EKG është krejt normal, edhe ato ngushtesat në arteriet koronare janë të mjaftueshme që zemra të ketë mjaft gjak në moment kur pacientët nuk kanë aktivitet. Mirama atëherë mund bëhet ergometria, EKG derisa pacientin e lodhim, edhe aty do t'i shohim simptomet e para se zemra nuk merr mjaft gjak sa i duhet. Nëse ajo na del pozitiv, atëherë bëhet koronarografia, edhe ajo është diagnostik definitive, edhe në atë moment shifet se sa nga ato arterie koronare janë të smuara, edhe mënyra më e mirë e trajtimit. Ka disa ndonjëherë janë pak të smuara, mjafton vetëm me trajtim medikamentos. Ndonjëherë shtrohet nevoja për të venduar stent 1 ose 2, ose ndonjëherë në konsultim me na vendoset se për
të ardhmen më të mirë të atij pacientit, operacioni ka benefit më të mirë, atëherë pacientit i jepet mundësia që të operohet në spitalin tonë. Patjetër. Doktor, për të folur për trajtimin dhe për parandalimin e sëmundjeve të zemrës, do flasim pas reklamave. Qëndroni me ne. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për sëmundjen e arterieve koronare. Cili është trajtimi dhe si bëhet parandalimi i këtyre sëmundjeve, do të na flasë më shumë doktor Elvis Mustafa nga Spitali Haxhi Badem Sistina. Doktor, pak më herët na përmendët se ka disa mënyra diagnostikimi të këtyre sëmundjeve. Çfarë ndodh kur ju thënë pacientëve që duhet t'i nështrojnë një koronografie? Besoj se stepen pak aty në atë moment, kam frikë. Po normal, çdo procedurë invazive, ajo është procedurë jo si operacioni, mirë edhe ajo është procedurë invazive e bëjnë kardiologët. Edhe kur i thuhet pacientit se duhet të lëshohen katetera deri në zemër, ajo është pak e rëndë ndonjëherë për të pranuar, mirë kur i shpjegohet mirë se ajo është për të mirën e atij, edhe shumica e pacientëve, shumica dërmuese e pacientëve pranojnë atë investigim, se ajo është çelësi, pa atë investigim nuk mund të bëhet as operacioni bypass në zemër. Ndonjëherë rrallë kur për shkaqe X teknike ose shkaqe tjera nuk mund të bëhet koronografia, mund të bëhet edhe scintigrafia me materiale radioaktive të zemrës. Na ndonjëherë si kardiokirurg e kërkojmë këtë incizim të shohim cilat pjesë të zemrës janë ende të gjalla, se kemi edhe pacientë të rëndë të cilat kanë pasur infarkte, edhe duhet ta shohim se sa pjesë e zemrës është viabile, është ende e gjallë, edhe pyetja kryesore, a ja vlen operacioni, se nëse s'ka benefit operacioni, atëherë është vetëm një rrezik më i madh për pacientin, edhe një stres. Ashtu që edhe kjo është një ndër ato investigime që ndonjëherë i kërkojmë, mirëma janë shumë më të ralla se koronografia klasike. Çfarë bëhet në atë raste kur pacientët veç më kanë pësuar tash një infarkt, kanë një infarkt të kaluar? Ato pacientë zakonisht diagnostifikohen në mënyrë më rigoroze dhe nëse shifet se ka probleme tjera edhe në arterje tjera koronare, atëherë zakonisht atyre u jepet mundësia që të bëhet operacioni. Posaçërisht nëse janë 3 nga ato arterje që i përmenda me stenozë, atëherë është e vërtetuar se në afat gjatë, në afat prej 10 edhe 15 vjetëve, kualiteti jetës është shumë më i mirë me bypass se sa me stent. Me stent, kur është 1 ose 2 arterje zakonisht, atëherë mund të mendohet edhe në atë mënyrë, po ajo është një nga frontet tonë me kardiologët ndonjëherë. Ajo, vendimet nuk janë bardhëzi, çdo herë duhet vendoset për çdo pacient se çka do të ishte më mirë në atë rast. Patjetër. Çfarë është dallimi ndërmjet stentit dhe bypassit dhe në cilat raste sugjerohet të bëhet një operacion bypass? Dallimi është i madh. Stentimi është një intervenim, është shumë efikas në rastet kur duhet të bëhet direkt me një shpurje të arterjes në dorë tani, bëhet hapja e arterjes, vendimi i stentit dhe zgjidhet një problem me një intervenim të them minimal, zgjedhet një problem shumë i madh. Ajo teknik ka përparuar shumë kohët e fundit, edhe materiali stenteve ka përparuar shumë, ashtu që tanë kohën bëhen studime të reja me stentet e reja, të shifet se është më mirë stent ose është më mirë bypass të bëhet në raste të caktuara. Tani për tani ende vlen rregullat se nëse të trija nga arteriet janë me probleme me stenoza, më mirë është të bëhet operacion, ose nëse janë 1 deri në 2, ndonjëherë është më mirë stent. Ka edhe ndonjëherë probleme teknike nga vetë ngushtimi i artereve, kur teknikisht nuk është e mundur të vendohet stent, atëherë jepet mundësia pacientit për bypass. Njëra me tjetrin kanë dallime të mëdha, se bypassi është metodë shumë më invazive, bëhet operacion, hapet krahërori, edhe pacientët atë pak më rëndë e pranojnë, mirëma pasi i ndjejnë dhimbjet që shkakton sëmundja koronare, zakonisht shumica dërmuese duan që të lirohen nga ai simptom. Patjetër. Çfarë duhet të di një pacient që duhet t'i nështrohet një operacioni bypass? Zakonisht ajo që duhet dije pacienti e informon mjeku para operacionit, do me thënë në mënyrën e përgatitjes pacientit para operacionit, njëherë na i bëjmë investigimet tona komplet. Jo çdo pacient mund të tolerojë një operacion të tillë, ashtu që çdo sistemi i trupit bëhet një screening, shifen mushkërit, veshkët, mëlçia e zezë dhe çdo gjë është në rregull, se operacioni bypass
bëhet zakonisht on pump edhe ajo një stres për ta në organizmin, edhe çdo problem i vogël shumë fishohet pas operacionit dhe është menaxhimi i pacientëve të tillë është shumë më i rëndë pastaj. Në atë rast, ne sa mundim i shpjegojmë pacientit, shumica e pacientëve nuk e kanë idenë, e kanë dëgjuar, mirama nuk e kanë idenë se si duket një operacion, se çka i pret, sa zgjat. Ashtu që i shpjegojmë aq sa mundim. A mund të ndani disa këshilla edhe me ne? Për shembull, sa mund të zgjas një operacion bypass? Operacion bypass, nëse shkon çdo gjë në rregull, mund edhe për 2 orë gjys të mbaroj. Me atë që në operacionet tona, përgatitja para operative edhe pas operative zgjatin më shumë, ashtu që kur pacienti hyn në sallë dhe deri kur del zgjatën edhe 5 orë. Mirë, operacioni aktiv mund të mbaroj edhe për 2 orë gjys, nëse çdo gjë shkon në rregull. Ndonjëherë zgjatet edhe shumë më shumë. A është i rrezikshëm për jetën? Operacioni bypass, nëse pacienti nuk ka komorbiditete, nëse nuk ka smundje të tjera që mund ta komplikojmë aspektin post-operativ, rreziku është 1 deri 2%, deri 2,5% është rrezik shumë i vogël në krahasim me rrezikun e mos operimit. Zakonisht rastet që vinë në bypass janë pacientë rënë të smur, edhe kur i krahason rrezikun 1 deri 2% mortalitet të operacionit me mortalitetin 5 vjeçar të pacientëve jo operuar është dallim i madh, ashtu që shumica e tyre edhe pranojnë. Dhe pranojmë, të besoj se në një spital si Haxhibadem Sistina, siguria është edhe më e lartë. Bëjmë maksimumin ta ulim mortalitetin çdo herë. Patjetër, Spitali Haxhibadem Sistina disponon me teknikat më të reja për trajtimin e këtyre smundjeve. Cilat janë ato? Na jemi të furnizuar me sistemet më të reja që ekzistojnë për suportin e funksionit të zemrës. Do me thënë, aty jemi edhe kur çdo gjë nuk funksionon si duhet. Do me thënë, për një dhomë intenzive shumë moderne e pajisur me krejt pajisjet që duhet t'i ketë një dhomë intenzive internacionale, evropiane, do të kisha thënë, deri te aparaturat më të reja, me ECMO, në kohë të fundit kemi venduar edhe zemra artificiale, ato janë operacione dhe intervenime që deri tani janë bërë vetëm në Evropën perëndimore, mirama ka një vit që kemi filluar dhe me rregullisht të punojmë me ta. Krejt ato nuk mund të bëhen me aparatura të vjetra, krejt ato janë me metoda të reja. Metoda të reja, edhe nuk është vetëm blerja, është edhe trajnimi i personelit shumë me rëndësi, krejt personeli trajnohet nga njerëz që vinë, ne shkojmë jashtë, gjithashtu ashtu që Gjatë praktikës tuaj të përditshme, keni shumë pacientë që ju drejtohen juve pikërisht për sëmundjen e arterieve koronare? Mendoj se afër 40 deri 50% pacientëve janë pacientë të cilëve duhet të bëhet bypass i arterieve koronare. Pjesa tjetër janë pacientë me smundjen e valvulave të zemrës, edhe një pjesë tjetër është me smundjen e aortës, arteries kryesore të zemrës, e cila der nga zemra, edhe pjesës akute të kardiokirurgjisë. Ashtu që një pjesë mjaft e madhe e operacioneve janë bypass të arterieve koronare. Përpara, unë mendonte se numri i tyre do bjerë shumë me daljen e stentave, mirama tani edhe diagnostifikimi është shumë më i mirë, ashtu që numri i pacientëve nuk zvogëlohet. Po, ndoshta edhe rritet, do kisha thënë. Ajo nuk do kisha thënë se është punë e keqe, mendoj se më parë ato pacientë nuk janë diagnostifikuar në kohë. Ashtu që tani edhe i kapim, mendoj se ato pacientë diagnostifikohen më herët, edhe trajtohen më herët, me çka rezultatet përmirësohen. Në qoftë se rezultati i operacionit të bypassit ka qenë në rregull, si shkon rehabilitimi i atij personit? Si duhet të kujdesen ato për veten pas një operacioni bypass? Gabimi më i shpesh që bëhet nga ana e pacientit ndonjëherë edhe familjes është se pacientët pas bypassit janë pacientë të shëruar, sikur kalon gripa edhe tani jemi shëruar, ato nuk janë të shëruar. Pacientët tani zemra po ka 2, 3 ose 4 bypassat të cilët sjellin gjak. Mirama procesi i aterosklerozës vazhdon. Edhe për atyre do varet se me çfarë shpejtësie, nëse i merr barnat si duhet, nëse sillet me mënyrën e jetës se si duhet, ai proces mund të ngadalsohet shumë derisa të ndalet, edhe tër efekti i operacionit bypass është shumë i suksesshëm. Mirama, nëse pacienti vazhdon të pije cigare, nëse i bën çdo gjë që ka bërë përpara,
edhe bypassat vetë marrin smundje koronare, ashtu që ka ndonjëherë nevojë që vetë bypassi, do me thënë arterja e reja të cilën ne kemi qepur e kemi venduar në vend, aty të vendohet stent. Ashtu që duhet të kuptohet se shansin për një jetë më kualitative në vjetët e ardhshme do e ketë ai pacienti e ka, mirama nuk është i shëruar edhe barnat patjetër, edhe kontrollat bëhen rregullisht. Shumë rëndësi. Të rregullta. Pak më herë përmendet që diagnostikimi në kohë ndihmon shumë në trajtimin e këtyre sëmundjeve. A do të thotë ajo që nëse diagnostikohen me kohë, mund ta kalojnë këtë sëmundje vetëm me medikamente? Po, nëse për shembull pacienti ka simptomet, paraqiten për sipari herë, nuk është i sigurt, i bën komplet analizat, bëhet edhe koronarografia dhe shifet se ai ka ndryshime në arteret koronare, mirama ato nuk janë të asaj shkalle që duhet të intervenohet me stente ose me operacione. Pacientit i jepen këshilla, i tregohet se nuk është çdo gjë në rregull, se arteret janë të sëmuara, edhe te një pjesë e mirë e pacientëve edhe reagon ajo, të ndrojnë stilin e jetës, fillojnë jetojnë në mënyrë më të mirë, ndalin një pjesë e madhe e tyre, jo të tërë, ndalin edhe cigaren, nuk e pinë. Do me thënë arrinin atë rezultat. Ajo është mënyra më e mirë për pacientin, më e lirë edhe më pak traumatike. Edhe efektet janë të padiskutueshme, është e vërtetuar se shumica e këtyre sëmundjeve deri në 60-70% mund të ulen ose të ndalen nëse çdo kush prej neve do sillte ashtu si duhet. Por le të japim pak shpresë edhe për persona që kanë kaluar operacionin bypass. Në qoftë se ndryshojnë kualitetin, mendoj stilin e jetës, a do të përmirësohet kualiteti, a mund edhe të rikthejnë jetës së mëparshme punës, aktivitetit fizik? Po, do me thënë, operacioni i suksesshëm bypass, nëse çdo gjë shkon në rregull, pjesa e hershme postoperative edhe më vonshme në pacientët zakonisht i lëshojmë 5-6 ditë mbas operacionit në shtëpi, edhe do kisha thënë më pas një rehabilitimi 2 mujor, ato mund të fillojnë me punë, mund të sillen sikur nuk janë operuar, sa i përket aktivitetit të tyre fizik, mund të lëvizin, të ecin, me ndonjë sport shumë të lehtë të miren, mirama edhe qëllimi i operacionit është që tu japim një mundësi për një jetë me kualitet më të mirë. Edhe mund sillen si njerëz të shëndosh, mirama pjesa e barnave edhe ato tjera. Të jenë të kujdesshëm. Jenë të kujdesshëm patjetër. Ase përmirësohet kualiteti i jetës, ajo është e sigurt. Kur mirret një grup pacientëve që janë operuar me të njëjtat simptome, edhe një pacient grupa që nuk është operuar. Domethënë ato benefiti është i qartë. Patjetër. Doktor Mustafa, ne kemi ardhur deri në fund të emisionit. Do një këshill që do kishit dashur të drejtoni deri te të gjithë ato që na kanë ndjekur? Këshilla është të sillen më me kujdes me organizmin, me shëndetin, se ndonjëherë bën paraqiten sëmundje që nuk mund t'i kthejmë prap. Edhe ajo punë duhet të fillohet prej ka mosha 30 vjeçare, kisha thënë 35 vjeçare, të ndrohet mënyra jetës. Ajo se çka ham duhet të shikohet shumë, është një ndër faktorët kryesor, aktiviteti fizik, kontrollat e rregullta, dhe besoj se me aq pesha është një ndër problemet kryesore në vendet e zhvilluara, kur financat nuk janë problem për kalorit, atëherë zakonisht njerëzit tentojnë të fusin më shumë kalori se që duhet, kjo është e vërtetuar në krejt shtetet. Edhe kjo mendoj se është një ndër faktorët kryesorë edhe te na. Ashtu që kujdesi për trupin duhet të jetë maksimal. Edhe rezultatet aty do jenë sigurisht. Doktor Mustafa, faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, ne me kaq që përmbyllim emisionin për sot. Faleminderit që ishit me ne. Bashkë miru pafshim.